Më shumë se 2000 vjet më parë, në një qytet të vogël të quajtur Betlehem, ndodhi një ngjarje që të ndryshonte rrjedhin e historisë njerëzore. Në një botë të mbushur me varfëri, frikë dhe padrejtësi, lindi një fëmijë që të sillte shpresë, Jezusi, biri i Zotit. Nuk erdhi nga një pallat mbretëror, por një stall të thjeshtë mes heshtjes së natës. Maria dhe Jozefi kishin udhëtuar larg, pa rehati, pa siguri. Nuk kishte vend për ta, dhe aty, në kushtet e vështira, lindi ai që do quhej shpëtimtari i botës. Në atë natë të shenjtë, engjëjt u shfaqën barinjve duke treguar lajmin më të madh që njerëzimi kishte dëgjuar ndonjëherë. Ju ka lindur një shpëtimtar. Barinjt, njerëz të zakonshëm, u bën dëshmitarë të parë të mrekullia hyjnore, ndërsa ylli ndriçonte qiellin e Betlehemit, urdhër refyse për dietarit nga lindja, bota po merrte frymë ndryshe. Lindja e Jezusit solli një mesazh të fuqishëm: dashuri mbi urrëtitjen, falje mbi hakmarrjen, paqe mbi dhunën. Një mesazh që vazhdon të jetojë edhe sot. Kjo histori nuk është thjesht e kaluar, është një kujtesë si drita lind edhe në errësirën më të madhe, se shpresa lind aty ku askush nuk e pret. Lindja e Jezusit nuk ndryshoi vetëm kohën, ajo ndryshoi zemrat e njerëzve.